Demokratët do të rikthehen në shtëpinë e tyre. Kështu është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Fier Ardian Ferro, i cili në një prononcim për mediat ka dhënë detaje në lidhje me procesin, i cili sipas tij ka nisur normalisht me pjesëmarrje të lartë, duke theksuar se kjo frymë tregon rikthimin në Partinë Demokratike të gjithë mbështetësve pavarësisht përçarjeve të mëparshme. Ferro ka pohuar gjithashtu se vihet re rikthimi besnikëve, veçanërisht i mbështetësve të Bashës, çka tregon se edhe dega e Fierit do t'i rikthehet normalitetit pas problemeve të shumta, veçanërisht pas disfatës së zgjedhjeve të 11 majit. Në këtë referendum, populli i Fierit po tregon veten që është që është popull demokrat dhe është mbështetje të profesor Dr. Sali Berishës. Ashtu siç e dini edhe ju, Partia Demokratike kaloi një periudhë shumë të vështirë, megjithatë ne po bëjmë maksimumin që demokratët të rikthehen në shtëpinë e vet dhe të jemi së bashku për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë, ajo çfarë vihet re në orët e para të votimit të ditës së sotme është prania e besnikëve të Berishës, të cilët e shohin figurën e Berishës si emblem të pazëvendësueshme. 72 vjeçari Beqir Shkrela ka marrë rrugën nga Libofsha vetëm për të votuar Sali Berishën. Ka marrë për votuar për Partinë Demokratike. Jeni votues besnik? Jam besnik i Sali Berishës. Një jetër që kur u kthye sistemi, deri sot unë nuk kam ndryshuar asnjëherë. Më kanë dhënë shumë gjëra pozitive të tjerë, na t'japim lek, na kështu, kthej ende, jo. Partia Demokratike sot nuk është ajo që duhet të ishte për shkak të përçarjeve të mëdha brenda saj, në një kohë kur kjo qeveri ka marrë plumba hajdutërien nga të gjitha anët dhe është kritikuar brenda dhe jashtë vendit, u shpreh një ndër themeluesit e degës së Partisë Demokratike në Fier, Fatos Mihali. Natyrisht Partia Demokratike sot nuk është ajo që duhet të ishte. Janë 35 vjet në cilën PD-ja duhet të kishte qenë më shumë në pushtet. Se veprat që kanë ngritur në qeverisjen e saj janë vepra që sot do ekzistojnë edhe motë edhe në të ardhmen, janë vepra që do të ngelen në kujtesë të njerëzve të Shqipërisë të rindërtuar. Aq më tepër që sot kjo qeveri, që ka mbi 12 a 13 vjet që drejton, po goditet nga të katër anët, ka marrë plumba hajdutërie nga të gjitha anët e xhaketës e pantalloneve, s'ka lënë njëri pa e kritikuar jashtë dhe brenda, që kjo qeveri duhet të bjeri dhe të kishte rënë sa më shpejt. Do kishte rënë nëse Partia Demokratike do të kishte një organizim tjetër, nuk do të ishe shkatruar, nuk do të shitesh nga një ish kryetar si Lul Basha, cili i pruri gjithë këto dëme dhe partia s'kishte kohë. E para duhet të shikonte veten se ku ishte. E dyta duhet të bënte një herë si u votën këto zgjedhje e tjera dhe harxhoi shumë kohë. Për mua kohë më e madhe që duhet të harxhoj partia, por ende ka kohë, është të organizoj Partinë Demokratike.